Jo vetëm kryeqyteti vuan mungesën e varreve, një problem i tillë është edhe në qytetin e Fushkruajës. Kjo problematik ka kohë që ka dalë në pa dhe situata tani është e tillë sa nuk do të ketë vend për të varrosur asnjë të vetëm. Bashkia e qytetit ka projektuar vendin se ku do të blihen 2000 metra katror tokë dhe për këtë janë planifikuar fondet, por edhe kjo sipërfaqe nuk e zgjidh problemin. Ajo mund të shërbejë për një periudhë të shkurtër. Është vërtet që vendi për varrezat e Fushkruajës pothuajse është totalisht i zënë dhe nuk ka më hapësira. Ne kemi filluar prej disa muajsh kemi filluar procedurën ku është bërë projekti, është dërguar për miratim në qeveri, shpronësimi i banorëve ku është përcaktuar shtesa për varreza. Presim miratimin e Ministrisë Përkatëse, Ministrisë së Vendit dhe të Këshillit Ministrave për të bërë shpronësimin. Derisa bashkia të jap zgjidhje permanente këtij problemi, banorët e Fushkruajës duhet të përballen me mungesën e varreve ku do të prehen të afërmit të tyre.